Breshka e shenjtë, sekreti i lashtë i Feng Shui që tërheq pasuri, mbrojtje dhe jetëgjatësi. Përshëndetje, miq të dashur shpirtëror dhe kërkues të harmonisë universale. Sot do të zhytemi thellë në një nga simbolet më të fuqishme, më misterioze dhe më të lashta të botës shpirtërore, Breshka. Po, ajo krijesë ngadalë, e heshtur, por e pathyeshme, që mban mbi shpinë të gjithë botën në mitologji. Ajo nuk është thjesht një figurinë dekorative. Ajo është një portal energjie, një roje e pathyeshme kundër errësirës, një magnet i fuqishëm për pasuri, stabilitet, shëndet dhe lumturi familjare. Në Vastu Shastra në lashtë indiane dhe në Feng Shui në lashtë kinez, Breshka nuk është frastësi. Ajo është themeli i gjithçkaje të qëndrueshme. Imagjinojeni një qenie që jeton qindra vjet, që mban shtëpinë e vet mbi kurriz, që ecën ngadalë por kur nuk ndalet. Ajo na mëson durimin, mbrojtjen dhe forcën e heshtur. Sot do t'ju tregoj çdo detaj, çdo sekret, çdo rregull të saktë, pa nxitim, pa shpjegime të shkurtra. Do të zbresim thellë në secilën pikë, si të ishin duke hapur një thesar të lashtë, hap pas hapi. Pika 1. Simbolika dhe rëndësia. Le të fillojmë nga rënja, nga mitologjia që e bën Breshkën hyjnore. Në hinduizëm, Breshka nuk është thjesht një kafshë, ajo është kurma avatar, forma e dytë e Zotit Vishnu, ruajtësit suprem të universit. Imagjinojeni skenën epike të Samudra Manthanit, trazimit të oqeanit të qumështit, malet u ngritën, demonët dhe perëndit u përleshën, dhe për të mos u fundosur gjithçka, Vishnu mori formën e një breshke gjigante. Breshka mbajti malin Mandara mbi kurrizin e saj të pathyeshëm, duke shpëtuar tokën nga shkatërimi i plodh. Kjo nuk është thjesht një histori, është një metaforë e fuqishme. Breshka është ajo që mban stabilitetin e botës, që mbron jetën nga kaosi, që qëndron e palëkundur përballë stuhive të kohës. Në Feng Shui, Breshka është një nga 4 kafshët qiellore, Breshka e zezë e veriut, simbol i mbrojtjes, jetëgjatësisë dhe urtësisë së thellë. Ajo qëndron në pjesën e pasme të shtëpisë, si një mal i pathyeshëm që bllokon energjitë negative dhe mbron banorët nga çdo e keqe. Ajo na kujton se forca e vërtetë nuk është në shpejtësi, por në qëndrueshmëri, jo në zë të lartë, por në heshtje të plotfuqishme. Çfarë sjell kjo simbolik në jetën tonë të përditshme? Jetëgjatësi, shëndet të fortë deri në pleqëri të thellë. Fati i mirë, si një lumë që rrjedh pa ndërprerje. Stabilitet emocional dhe financiar, shtëpia jote bëhet një fortesë e pathyeshme. Mbrojtje kundër energjive negative, syrit të keq, zilisë dhe fatkeqësive të papritura. Dhe më e rëndësishmja, prosperitet, rrjedhë e pandërprer parash, mundësish dhe suksesi që vjen ngadalë, por sigurt si hapat e vetë Breshkës. Pika 2. Rregullat e pozicionimit sipas materialit. Tani vjen pjesa më magjepsëse, materiali. Jo çdo breshk është e njëjtë. Materiali i saj lidhet me elementet e natyrës, tokë, metal, dru, ujë, zjarr, dhe secili ka një drejtim të shenjtë ku shkëlqen më shumë. Breshka prej balte ose rezine. Kjo është breshka më e lidhur me elementin e tokës, e qëndrueshme, e ngrohtë, e lashtë. Ajo përfaqëson themelet e forta, paqen e brendshme dhe harmoninë familjare. Vendoseni në jugperëndim, këtu ajo forcon marrëdhëniet, dashurinë dhe stabilitetin e martesës. Ose në verilindje, drejtimi i diturisë, ku sjell qartësi mendore, sukses në studime dhe paqe shpirtërore. Dhe nëse shtëpia juaj ka nevojë për ekuilibër total, vendoseni në qendër, aty ajo balancon të gjitha energjitë, si një zemër që rrehet qetë për të gjithë shtëpinë. Mos e nënvlerësoni këtë breshkë të thjeshtë, ajo është si nëna tokë që përqafoi gjithçka. Breshka prej metali, metal, bakër, argjend, bronz. Kjo është breshka e elementit metal, e ftohtë, e mprethë, e pathyeshme. Ajo përforcon mendjen, karrierën dhe mbrojtjen e fëmijëve. Vendoseni në veri, drejtimi i ujit, ku tërheq pasuri, avancim profesional dhe fat të madh në punë. Nëse keni fëmijë që studiojnë, një breshkë metalike në veri do t'u jap përqendrim laser dhe sukses akademik.
ose në veri perëndim, këtu ajo mprej mendjen, sjell kreativitet të lartë, famë dhe ndihmon në lidhje shoqërore të fuqishme. Imagjinojeni, metali që shkëlqen si një mburoj argjendi kundër çdo pengese. Breshka prej druri. Kjo është breshka e rritjes, e jetës, e vitalitetit, element druri që zgjohet në pranverë. Vendoseni në juglindje, drejtimi i pasurisë dhe i drurit, ku largon energjitë negative, sjell lumturi familjare, harmoni mes bashkëshortëve dhe rritje financiare të qëndrueshme. Ose në lindje, drejtimi i shëndetit dhe familjes, ku forcon lidhjet e gjakut, sjell shëndet të shkëlqyer dhe energji rinore. Është si një pemë e lashtë që mbron shtëpinë me degët e saj të gjelbra. Breshka prej kristali, kristal, qelq. Kjo është breshka më e fuqishme për amplifikim energjie, kristali pastron, fokuson dhe shumë fishon çdo dëshirë. Vendoseni në jug perëndim për të tërhequr para të mëdha, stabilitet financiar dhe pasuri që rritet si kristali vet. Ose në veri perëndim, këtu ajo sjell famë, jetëgjatësi, respekt shoqëror dhe mbron nga sëmundjet e pleqërisë. Kristali shkëlqen si një yll dhe ju e bëni atë yllin tuaj udhërrëfyes. Këshilla praktike, sekretet e zbatimit të përditshëm. Mos harroni ujin, thelbi i jetës. Vendoseni breshkën në një enë të cekët plot ujë të pastër, me gur me ngjyra të kuq, blu, jeshil që notojnë poshtë saj. Uji simbolizon rrjedhën e pasurisë dhe qetësinë e mendjes, ndërsa gurët e ngjyrosur amplifikojnë energjitë specifike. Ndërroni ujin çdo ditë ose çdo 2 ditë për të mbajtur energjinë të freskët dhe të gjallë, drejtimi i fytyrës. Pothuajse gjithmonë breshka duhet të jetë e kthyer nga lindja, drejtimi i lindjes së diellit, i fillimeve të reja, i shpresës dhe i jetës që zgjohet çdo mëngjes. Kjo e bën atë dëshmitare të çdo dite të re plot mundësi. Në hyrje të shtëpisë, një breshkë e vogël në prag ose pranderës kryesore vepron si një mburojë e pathyeshme. Ajo bllokon energjitë negative që vijnë nga jashtë, mbron familjen dhe fton vetëm fatin e mirë brenda. Mirëmbajtja. Këmbët e breshkës duhet të jenë gjithmonë të zhytura në ujë, kur mos i lini të thata. Kjo simbolizon që energjia e saj të rrjedh pa ndërprerje, si një lumë që nuk thahet kurrë. Përfundim magjepsës. Miq të mi, breshka nuk është thjesht një objekt, ajo është një aleate shpirtërore, një mbrojtëse e heshtur, një sjellëse e mrekullive të ngadalta, por të sigurta. Kur e vendosni sakt, sipas rregullave të lashta të vastu shastrës dhe feng shuit, ajo transformon shtëpinë tuaj në një tempull harmonie, shëndeti, pasurie dhe suksesi. Mos nxitoni, zgjidhni materialin e duhur, drejtimin e shenjtë dhe lejoni që energjia e saj të punojë ngadalë, por me forcë të madhe. Nëse aplikoni këtë dituri, do të shihni ndryshime, jo menjëherë, por si hapat e breshkës, të sigurt, të pandalshëm, drejt një jete plot plotësim. Faleminderit që ishit këtu me mua në këtë udhëtim mistik. Na ndiqni, pëlqeni faqen tonë dhe ndajeni me miqtë tuaj dhe vendosni breshkën tuaj sot. Le të jetë jeta juaj po aq e qëndrueshme dhe e begatë sa kurrizi i breshkës ju përshëndes.